Efektet e kursit të këmbimit si dhe situata në lindjen e mesme kanë futur sektorin e veshjeve dhe këpucëve në një krizë të rëndë, e cila po sjell humbje të konsiderueshme si dhe reduktim të fuqisë punëtore. Për këtë arsye është mbledhur asambleja e jashtëzakonshme e sektorit, e cila synon të dalë me kërkesa të unifikuara drejtuar qeverisë, ndër të cilat emergjente janë fiksimi i kursit të këmbimit dhe rritja e nivelit të pagës së pataksueshme. Janë dy tipologji ndërhyrësh, ndërhyrjet e shpejta dhe emergjente që duhet bërë, dhe ndërhyrjet afatgjatë dhe afatmesëm. Në ndërhyrjet e shpejta ajo çfarë është kërkuar fiksimi i një kursi këmbimi për eksportuesit, e cila është e monitorueshme në mënyrë koherente dhe në kohë reale për në bazë të faturimit që ti bën për eksport dhe të jetë një kurs i fiksuar vetëm për eksportuesin. Pika 2 që është shumë emergjente është TAP-i, siç të gjithë e dim, TAP-i është një nga taksimet të cilat duhet të ishte automatikisht rritur krahas edhe rritjes së pagës minimale, por një gjë e tillë nuk është bërë nga Ministria e Financës. Pastaj kemi ato afatmesëm dhe afatgjatë, të cilat janë në aspektin e rritjes së sektorit dhe kalimin në ciklin e plot ajo çfarë është e detyrueshme dhe e nevojshme për të sektorin. Nga ana tjetër, masa e marrë nga qeveria për subvencionimin e rritjes së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për shkak të ndryshimit të pagës minimale konsiderohet e pamjaftueshme. Masa të qeverisë ka qenë sa një kafe 120 lekëshe në ditë për një biznes që nga një prodhuritje me mbi 100 punëtorë. Dhe në fund të ditës ka pasur një rritje të kostove të bizneseve dhe përfituesi kryesor dhe i vetëm ka qenë qeveria. Kjo është ajo çfarë është përcaktuar, kjo është ajo çfarë paguhet çdo muaj nga çdo biznes. Dhe punonjësit nga natyre kanë pasur një barë akoma të lartë të taksimit të pagës. Pra, në rast efekti do ishte social, ky efekt nuk ka qenë social. Ka qenë vetëm për të mbushur arkën e shtetit dhe për të rritur presionin ekonomik mbi bizneset dhe presionin ekonomik të punonjësve mbi bizneset, sepse mendojnë që është faji i biznesit. Eksportuesit shprehen gjithashtu se rritja e çmimit të karburanteve për shkak të luftës në lindjen e mesme sjell edhe kosto të shtuara për sektorin. Faktori i fundit i cili na dëmtoi edhe më shumë ishte rritja e pagës minimale. Tash po të shtojmë këtë dhe ato vështirësi të papritura që do sjellin efektet e luftës, atë nuk i dim as ne. Ne dim që në këtë moment karburantet dhe gjithë ato themi që sjellin rreth karburantit janë ngritur. Kjo pastaj do shoqërohet me rritje të kosteve për çdo artikull. Sektori i veshjeve dhe këpucëve ka të punësuar mbi 65.000 persona dhe qarkullon mbi 1 miliard euro faturim eksport në vit.